Ini mësu me gisht gjithmonë, po sonte do të dalë pa gisht. Qytetarë të nderuar, ju qytetarë që keni iPhone-a, të nderuar ju katonarë që keni Samsunga, të nderuar ju kolera që hani ditë e natë veç aerokrema, të nderuar ju vlezër edhe prej babes edhe prej nanës, të nderuar djemtë e migjes, djemtë e tezës, djemtë e halës, të nderuar vlezër edhe motra, jena kallabllak, vjen e reja shëretës e na ban rahat. Po mdoket, për si unë bon, unë e presidenti e Republikës e Kosovës, ma shpesh po vjen viti i ri se tezët e opozites. Gjatë vitit që lem pas, estrada jonë veçanërisht këngëtarët tona kanë luajtur një rol të shkëlqyshëm, ne për televizione, ne për koncerte, ne për mbrëmje, kanë kallëzuar angazhimin e tyre, kanë kallëzuar kulturën e tyre, kanë kallëzuar bikinet e tyre, besa kanë kallëzuar edhe brekt e tyne. Sepse kanë kënduar edhe vesh edhe desh, por ma shumë kanë kënduar desh, pra kabriolet. E ritheksoj, edhe Mahmut Ferati është pjesë e estradës, por Mahmut Ferati kur nuk deshet. Mahmut Ferati deshet vetëm atëherë kur t'hin në banjë për mulla. Por, me asnjë mënyrë nuk respekton bojlerin, sepse hin të kuqen qashtu. E ritheksoj, gjatë vitit që pëllon pas, këngëtarët tona, shumë këngëtarët tona kanë mbledhur legena, taza, bakalla dhe kofet plastikës për mi shkri e me bon operacionet plastikës. Shumë këngëtarët tona i kanë rrit edhe lusterat e salonit për mi bon dritë burrit vetë. Andaj presidenca dhe gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, gjithë institucionet e Republikës së Kosovës në Prishtinë e kanë hap një vulkanizer, e në kas për këto këngëtare, për mjau fry buzd dhe mi fry mollzat, kush është e dëshiruar me çmimet e volitshme. Ne, si institucionet e Republikës së Kosovës, si presidenca e Republikës së Kosovës, si qeveria e Republikës së Kosovës, as gjatë këtij viti nuk e mundur ta bashkojmë Mitrovicën. Ku ta këqyrsh hall nuk e mujt me bashku as Bleron e Lemo Mitrovicën. Por, gjatë vitit që po lëm pas, Kosova ka rritur shumë sukseset e mëdhaja, ka rritur angazhimet e mëdhaja, Kosova ka posur njohje të reja, dhe ndër njohjet me të reja e cila ka qenë është, kur reja e Shyretës e ka njoftur djalin e Shyretit. Dhe kjo njohje u përshëndet nga Washingtoni dhe nga Bruxelli zyrtar. Por, Shyret e Beluli e martoi djalin. Vetëm për një arsye për të larguar vëmendjen nga demarkacioni dhe nga asociacioni. Por, opozita e ka kundërshtuar martesën, sepse ka thonë, përsi e martoi Shyret e Beluli djalin, Shyret e Beluli ka humbur 8 kilogram. Të nderuar qytetarët e Republikës së Kosovës, unë, si presidenti i Republikës së Kosovës, e di datën e vitit të ri, por s'po du m'ju kallëzu. Sante, dua t'ju tregoj, se viti i ri sot vjet, se vjet do t'jetë me 31 dhjator, vit që shalla nuk jetë në ballotazh në Drenas. Të ndashur qytetarët e Republikës së Kosovës, ku do që jeni dhe nga do që të jeni, sante për vit të ri lohen borxhet në përshitore, ku ditë e natë keni marrë verësi, sante ju kryet verësia. Edhe njëherë, në emën të presidencës, në emën të gjithë institucioneve të Republikës së Kosovës, urime festa e vitit të ri, për shumote, me çdo të mirë, për ju në familjet e juaja, respekt, urime, fitore, suksese, gëzuar.